Ti me fitojnë krejt. Po normal gjithmonë. Gjermania, edhe kjo është me dopta në herë në histori. Plus edhe i këshin marrë gratë, ata trenere, lejtarët, ata i këshin bo aty si... I këshin bo si kanazgjeq, mos ba i gara la ile, po të mund gjithë kusht tani. Leti, sporti është... Sporti e donë një mini diktaturë. Nuk ka demokraci në sport. Po. E donë një përqëndrim, e donë një fokus, e donë një... Apo kupton, edhe Gjermania, edhe me kvalitet. Kur nuk ka qenë me adopt. Kur prej që egziston. Ylbera e rikëthen rezultatin Gjermania? Po. Po, Samir, për ty? Besoj që po, sepse Gjermanët nuk dërzuan kështu letë. Okej, do t'jemi këtu për ta... Pse para mbroj, po mbroj Jo, pavarësisht do të thotë edhe formës që s'na ka binë, është ta trajner deri tash, qoftë Gjermania, qoftë Brazili, sepse e kemi thonë disa herë në këtë studio që nuk janë mos si më parë, po tash realisht në fund ditës po shikohet rezultati. Kështu që edhe Gjermanët kanë tregu rezultat që janë deri këtu dhe prapë do të vazhdojnë, sepse është po ajo skuadër e madhe. Po. Okej, pa dalë të ndeshjet e radhës, ta shojmë atë fotografinë me rapa të cilën e pa më herët, që ka të bëjë pikërisht me Profën edhe Ylberin, për shkak që hym te tema e Brazilit e nuk dëshirova me ndryshu. Prof, këgja i ri pas këtë qenë këtu? Këtu edhe këpucët mi ka pas dhënë Profa këtu. Profa me djalin e vetë. Pucët e lojës, po më dhënë? Po, të stërviqës. Ja, Ylberi ka qenë vërtet rast që është modeli Po ti kishe pas këpucë, Ylber si shë bo lejtarë. Jo. Ta shkena plot që kanë këpucë, e ka dhe të parë, po... Ylberi shjetë. Bravo, kjo qëndrën. Ylber, Këtu je... asun s'kom pas këpucë, Ylber. Po, e s'diskutuar. Për që ata e na bo lejtarë, ati këshëm pas na kushtet... S'keni pas këpucë sa këto tani. Për zotin tash i kem 100 parë, po këty nërë s'kena pas.